Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Unë quhem Majlinda dhe jam 45 vjeçe. Ka disa histori që njeriu nuk mendon kurrë që t'i tregoj një ditë. Histori që do doje të mos kishin ndodhur kurrë në jetën tënde. Por ai që më ka ndodhur mua disa vite më parë është një plagë që ende nuk është mbyllur. Atë natë në Tiranë humba babain tim. Babai im ishte 72 vjeç, një burr i qetë, punëtor që gjithë jetën e kishte kaluar duke punuar për familjen. Nuk ishte njëri që kërkonte shumë nga jeta. Për të, lumturia ishte e thjeshtë, të kishte familjen pranë, të pinte një kafe në mëngjes dhe të shëtiste pak në oborrin e shtëpisë. Ai kishte punuar gjithë jetën në bujqësi. Duart i kishte të forta, të ashpra nga puna. Kur isha e vogël, më kujtohet që më merrte shpesh në krah dhe më thoshte: "Ti do bëhesh më e fortë se unë një ditë." Ishte një baba i mirë, i drejtë, njëri që nuk ishte bërë kurrë keq askujt. Por jeta nuk është gjithmonë e drejtë me njerëzit e mirë. Ajo ditë filloi si çdo ditë tjetër. Unë isha në shtëpinë time kur rreth orës 5 pasdite më telefonoi nëna. Zëri i saj ishte i shqetësuar. "Majlinda, babai nuk ndihet mirë." Menjëherë ndjeva një ankth në stomak. "Çfarë ka?" e pyeta. Po i dhëm gjoksi dhe me zimer frym. Nuk prita më, mora çantën dhe u nisa menjëherë për tek shtëpia e tyre. Kur hyra brenda e gjeta babain ulur në një karrige pranë tavolinës. Ishte mbështetur pak përpara dhe mbante dorën e gjoks. Fytyra e tij ishte e zbet. Kur më pa, u përpoq të buzëqeshte. "Mos u shqetëso", më tha me zë të dobët. "Do kaloj." Por unë e njihja babain tim. Ai nuk ankoi kurrë. Nëse po thoshte se nuk ndjej mirë, atëherë situata ishte vërtet serioze. Menjëherë thira ambulancën. Ato minuta më dukën sikur nuk kalonin kurrë. Nëna ime ecte nervoze nga njëra dhomë në tjetrën, ndërsa unë rria pranë babait dhe i mbaja dorën. Dora e tij ishte e ftohtë. "Majlinda, mos u tremb", më tha ai. Ajo fjali më mbeti në mendje. Pas 20 minutash erdhi ambulanca dhe e morën menjëherë. U nisëm drejt spitalit në Tiranë. Në ambulancë dëgjoj vetëm zhurma e motorit dhe aparati që kontrollonte rajet e zemrës së tij. Unë rria ulur pranë tij dhe përpiqesha të mos qaja. I thosha vete se gjithçka do të rregullohej. Do të arrinim në spital dhe mjekët do të na ndihmonin. Kjo është ajo që mendon çdo njeri në atë moment. Kur mbërritëm në urgjencë, gjithçka dukej kaotike. Njerëz që prisnin në korridor, zëra, hapa të shpejt. E vendosën babain në një krivat dhe filluan disa kontrolle të shpejta. Një mjek i ri erdhi dhe bëri disa pyetje. Pastaj tha që duhej të bënim analizat dhe ndoshta edhe një ndërhyrje të shpejtë. Unë pranova menjëherë, por pas pak një infermier më thiri në korridor. Ai fliste me një zë të ulët dhe shikonte her pas here nëse po kalonte dikush tjetër. "Dëgjoj", më tha, "situata është serioze." "E di, prandaj kam ardhur këtu", i thash. Ai bëri një pauzë dhe pastaj tha diçka që nuk do ta harroj gjithë jetën. "Duhet ta kuptosh që këtu ka shumë pacient dhe jo të gjithë mund të trajtohen menjëherë." Nuk po e kuptoja ku donte të dilte. Pastaj ai shtoi: "Nëse do që të merret seriozisht rasti, duhet të bëni dhe ju diçka." E pash drejtë në sy. "Çfarë do të thotë kjo?" Ai nuk e tha drejt për drejt, vetëm bëri një lëvizje të vogël me gishtat sikur po numëronte para. Në atë moment e kuptova. Po më kërkonte lek. U ndjeva sikur dikush më kishte goditur në stomak. Babai im ishte brenda duke luftuar për jetën dhe dikush po më fliste për para. "Nuk kam para me vete tani", i thash me zë të ulët. Ai ngriti supet. "Atëherë unë të thash si funksionojnë gjërat."
Pastaj u largua. U ktheva në dhomë me një ndjenjë të tmerrshme në gjoks. Babai më pa dhe buzëqeshi dobët. Si po shkon, më pyeti. Mirë, baba, i thash, duke u përpjekur të mos tregoj asgjë. Por brenda meje ndjeva një frikë që po rritej çdo minutë. Orët kalonin dhe gjithçka dukej shumë e ngadaltë. Her pas here hynte ndonjë infermier, kontrollonte diçka dhe dilte përsëri. Unë dilja shpesh në korridor për të kërkuar ndihmë dhe për të pyetur nëse do të bëhej diçka më shumë. Përgjigjet ishin gjithmonë të paqarta. Duhet të prisni, ka raste të tjera. Në një moment, babai filloi të merrte frym shumë rënd. U trëmba, vrapova në korridor dhe thira u lërita për një mjek. Ata erdhën, filluan të bëjnë disa procedura, por unë ndjej që diçka nuk po shkonte fare mirë. Minutat që pasuan ishin të mjegullta në kujtesën time. Zhurma e aparateve, zëra të tensionuar, infermierë që lëviznin shpejt dhe pastaj vetëm heshtje. Një heshtje e rëndë që mbushi gjithë dhomën. Një mjek doli jashtë dhe më pa mua dhe nënën. Na vjen keq, tha. Nëna ime u shëmb në lot. Unë nuk qava. Qëndrova aty duke parë derën e dhomës ku ishte babai. Në kokën time përsëritej vetëm një mendim. Po sikur të kisha pasur para në ato moment, po sikur gjërat të kishin ndodhur ndryshe. Ndoshta babai im do ishte ende gjallë sot. Kanë kaluar shumë vite nga ajo natë, por unë ende mbaj mend çdo detaj të atij korridori të ftohtë në spital, çdo fjalë, çdo shikim, dhe çdo herë që e kujtoj ndjej të njëjtën dhimbje, sepse atë natë humba babain tim sepse nuk kisha lek në xhep. Bashkë me të humba edhe besimin se në momentet më të vështira të jetës, sistemi që duhet të shpëtoj do të jetë gjithmonë kundra teje.